Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Dua sot të bëj një përmbledhje, të bëj një analizë të situatës së mbrëmshme, të agravimit të situatës dhe të kokëlartësisë së vazhdueshme të dy vajzave brenda në fermë. Njëherë më vjen shumë keq, në qoftë se Arbana dhe Eduardi njëherë si producent, por Arbana si moderatore dhe Agai, kushdo qoftë ai, ta tolerojnë një gjë të tillë, të tolerojnë një ofendim të tillë kundër drejt moderatores. Tani kam parë disa komente që thonë, po këto gjëra ndodhin, Arbana e toleroi vetë fjalën kuçk, etj. etj. Fjala kuçk është një fjalë që u përdor brenda në fermë, nga mimoza dhe duheshte të qëndron brenda në fermë, jo të del jashtë fermës. Ola nuk ka të drejtë në asnjë mënyrë, do të thënë është çdo rregull i thyer, në momentin kur del jashtë fermës, të ofendon me atë fjalë moderatore, të ofendon me atë fjalë opinionist, apo edhe më tej. Por, nga historia që kemi kuptuar, do të thënë Ola është kushërir e Eduardit, besoj që kjo gjëja i ka bërë Olës që të krijon një vetbesim më të fortë për t'i bërë këto lojra të shëmtuara, gjë që unë prisja në fakt edhe të reflektona, kam pritur gjatë gjithë kohës reflektim, kam pritur që mbrëma ajo të ngritet në këmbë, të drejtohet drejt kamerës edhe të kërkoj falje ndaj gjithë publikut shqiptar për fjalën e thënë, sepse është një audiencë e gjerë që krijojnë simpati, votojnë, harxojnë lekët e tyre dhe çfarë të dëgjojnë? Të dëgjojnë një vajzë teksa ofendon rënd edhe i thot moderatores kuçk. Tani toleranca e vazhdimit të qëndrimit brenda në shtëpi për disa klikime, mua më vjen shumë keq, por edhe vetë Arbana e ul veten në nivelin e saj. Sepse ti pas kësaj fjale të degradon dhe të ofendon publikisht, ta tolerosh atë të qëndron brenda në shtëpi dhe të nxjerrësh Malboron që s'ka bërë asgjë, të nxjerrësh Akilin që s'ka bërë asgjë. Me thënë, përjashtohet Malbora, imagjinoni që Malbora në kuadër të Olës nuk bëri asgjë, do të thënë në kuadër të Olës ishte super edukuar. Nxjerrën Akilin që nuk bëri asnjë gjë, sepse i tha një fjalë Sarës dhe mbajnë Olën, e cila publikisht e quan kuçk, e cila nxjerrën këpucën për ta gjuajtur mimozën, do me thënë e tregoi mbrëm gjatë bisedës kur bënin banorët tek zjarri, që Ola ka nxjerr këpucën për ta goditur mimozën, do me thënë ka dashur ta godet mimozën, imagjinoni ç'a mlefi. Ofendon sponsorin, e kapën atë kanaçen me lënke dhe ja gjuan bujakës, ofendon sponsorin në atë moment dhe produksioni nuk reagon, ndërsa ai sponsori pagui aty qindra mijëra euro për të hyrë brenda në ferë dhe produksioni vazhdon të heshtë. Dhe për çfarë bëhet e gjitha kjo gjë? Kjo gjë bëhet për klikime. Unë dëshiroj që ky produksion, qoftë edhe produksioni Big Brotherit dhe çdo reality show tjetër, të jetë produksion real me atë që publiku e kërkon, sepse ti nuk mund të tolerosh një ofendim të tillë, nuk mund të tolerosh një kërcënim. Gjuajtja kundërdrejt bujakës ishte kërcënim. Të marrësh ti këpucën, ti gjuash mimozës është kërcënim. Kjo është një urrejtje, është një mlef që, do të thënë, këto po shndrohen në kafsh, nuk janë njerëz, sepse këto lëvizje që po bëjnë këto dhe këto lloj qëndrime që po mbajnë, mua më duken qëndrime të personave të smur. Ti vetëm i smur po t'jesh dhe po të mbash të qëndrimin, se po t'jesh e mençur, nuk do bësh reagime të këtilla. Mua më vjen shumë keq, sinqerisht më vjen për familjarët e këtyre, sepse unë e pash vllaun e Olës që ishte një vlla i cili mundoheshte maksimum të jep kulturën te motra e tij. Do me thënë ishte një vlla pak me tradita, nuk ishte vlla do si do, dhe më vjen shumë keq që në këto mese, do me thënë, ofendohen familjarët. Familjarët nuk kanë faj për gjërat që ndodhin aty brenda. Këto banor nuk janë fëmijë, këto janë të rritur, janë në moshë madhore që din të mendojnë, din të vlerësojnë, din të marrin vendime. Nëse këto vetë arrin që ta nxjerrin veten e tyre në mënyrën më skandaloze të mundshme, nuk ka faj familja, se asnjë nën, asnjë motër, asnjë vëlla nuk dëshiron që fëmia i tij të futet në një format dhe të degradohet. Nëna e Jonidës u ngrit dhe i shkoi vajzës në fermë, sepse Jonida e teproi pak me Sonin, dhe Jonida e pa veten, e pa që nuk mundeshte t'ja del dot dhe vendosi që të largohet. Më mirë të largohet me dinjitet se sa të bëhet turpi i gjithë botës.
Dhe Malbora këtë gjë bëri, domethënë, u largua me dinjitet, sepse e pa që nuk mundeshte dot t'ia del në këtë fermë. Është e tmerrshme loja që po bëhet urrëtia dhe inati që është krijuar. Domethënë, koklartësia e të dy vajzave vazhdon edhe më tej. Tani unë nuk e di që edhe nuk e besoj që Ola mund t'i shpëton këtij televotimi. Tani këtu kemi kthik me dy presa. Fillimisht një herë është kushërira e Eduardit dhe ndoshta Eduardi është duke luftuar për ta mbajtur në shtëpi dhe më pas Ola të ngritet të kërkon falje dhe gjitha kjo gjëja, domethënë, të heshtet, të mos flitet më, ose produksioni është duke mbajtur rolën brenda për ta degraduar edhe më shumë. Dhe unë jam duke bërë një pyetje, në qoftë se kjo Ola vazhdon të ri me këtë koklartësi dhe me këtë inatin, mos vallë do të kapet për flokësh kjo me mimozën, se nuk ka shansa, do me thënë, ti të marrësh këpucën, të nxjerrësh këpucën, të godasësh mimozën, ti ke një urrëtie shumë madhore. Pse? Sepse mimoza është shumë e fortë. Pse? Sepse mimoza është më e mira. Pse? Sepse mimoza është nona. Dhe për këtë gjë mua më duket shnjërzore ky fenomen që po ndodhen brenda në fermë. Unë prisja në fakt një përjashtim të dy vajzave, si të Gresës, ashtu edhe të Olës, të Gresës për çfarë arsye? Për arsyen e mënyrës më të ulët të mundshme të sjelljes me opinionistët, do të thënë i kthehet Ermalit sikur Ermali është askush, i kthehet Angel-it sikur Angel është askush, nuk mund t'i kthesh ti opinionistët ashtu. Opinionisti ka një rol të rëndësishëm. Ti nëse je lojtare e zgjuar, ti do të marrësh më të mirën e opinionistit. Jo ti t'i kthesh opinionistit, se opinionisti e ka bazën më të fortë se ti. Opinionisti e di shumë mirë si je ti brenda dhe se çfarë bëhet jashtë. Ndërsa ti e shikon vetëm në kornizën tënde dhe korniza jote mund të jetë krejtësisht një rrugë e gabuar. Mua më vjen shumë keq, sinqerisht, kur e kuptova që edhe ka dashur ta godet Mozën, kur e kuptoj që domethënë ofendohet sponsori pa pikë problemi, e merre gjuan ajo sponsorin sikur sponsori nuk është asgjë, unë realisht nuk e kuptoj se ku e kanë parë këto këtë strategji, ku e kanë parë këto këtë lojë për të arritur që të fitojnë fermën. Dhe më e tmerrshmja është që domethënë të gjithë janë kthyer kundër mimozës. Kjo është e dhimbshme. Me thënë të shohësh rini e ardhmja e vendit, të cilët kanë urrëtitjen, inatin, xhelozin dhe nga xhelozia janë duke mbytur njëri tjetrin. Më fal, këto janë faktore që po ndodhin në shoqërinë tonë. Nëse mbytjet po ndodhin në shoqërinë tonë, ndodhin pikërisht nga këto fenomene, nga inati, nga xhelozia, nga mlefi, nga urrëtia që mundohen t'ia bëjnë njëri tjetrit, që kjo është njerëzore. Dhe mua më vjen shumë keq që këto dy vajza e toleruan veten që të degradohen në këtë mënyrë. Unë shpresoj që Eduardi dhe Arbana të marrin një vendim të prerë. Unë e kuptoj që Arbana dëshiron të tregohet më njerëzore se gjithçka, por në këto raste nuk ka njerëzillik. Në këto raste duhet të jepet dënimi merituar, sepse atëherë është padrejtësi edhe ndaj Akilit, është padrejtësi edhe ndaj Malborës, është padrejtësi edhe ndaj atyre banorëve të cilët kanë dalë, sepse nuk është një banor që kanë dalë nga kjo fermë, banorët më të mirë dolën. Do të thënë ikonat yje dolën. Dhe për këtë gjë mua më duket kjo e tepërt që po ndodhen në ferma VIP.